Në periudhën janar-shtator të vitit 2025, çdo dalje një shtetësi shqiptar jashtë vendit ka kushtuar mesatarisht rreth 352 euro, pothuajse në të njëjtin nivel me 349 euro që ishte në të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Kjo tregon se shpenzimi mesatar për çdo udhëtim mbetet i qëndrueshëm pavarësisht se shpenzimet totale të shqiptarëve jashtë vendit kanë shënuar rritje të ndjeshme. Me fjalë të tjera, shqiptarët po shpenzojnë pak a shumë të njëjtën vlerë për çdo udhëtim, por po dalin më shpesh. Shpenzimet totale të shqiptarëve jashtë vendit sipas Bankës së Shqipërisë kanë arritur 2.3 miliardë euro në janar-shtator të vitit 2025, nga 2.09 miliardë euro në të njëjtën periudhë të vitit 2024. Njëkohësisht numri i daljeve ka shënuar rritje të ndjeshme duke kaluar nga 5.9 milion dalje në vitin 2024 në 6.5 milion dalje në janar-shtator të vitit aktual. Kjo tregon se rritja e shpenzimeve totale nuk lidhet me rritjen e shpenzimeve për çdo udhëtar, por me intensifikimin e lëvizjeve jashtë vendit. Trendet e fundit tregojnë se shqiptarët po dalin jashtë vendit më shpesh, kjo për shkak të paketave më të lira edhe si pasojë e rënies së euros. Shumica e këtyre daljeve lidhen me vizita të shkurtra, udhëtime puna apo vizita familjare, që zakonisht shoqërohen me shpenzime të moderuara. Nga ana tjetër, kjo tendencë reflekton një zgjerim të aktivitetit turistik jashtë vendit dhe një rritje të mobilitetit të qytetarëve shqiptar. Analiza e të dhënave tregon pak a shumë se rritja e shpenzimeve totale jashtë vendit është kryesisht produkt i volumit më të madh të udhëtimeve dhe jo domosdoshmërisht rritjes së fuqisë shpenzuese për çdo udhëtim. Kjo tregon një qëndrueshmëri të ekonomisë personale të qytetarëve gjatë periudhave të lëvizjeve jashtë, edhe në kushtet e ndryshimeve të kostove dhe çmimeve të vendeve pritëse.